Përshëndetje miq të Info Plus. Sot ndodhem në një ambient tepër të veçantë, ndodhem në ambientin e shtëpisë rinore. Edhe këtë vit bashkia ka menduar që një ambient i dedikuar rinisë të jetë në pedonalen e qytetit përballë Koloseut. Sot kam të ftuar, kam këtu për një intervistë tepër të këndshme guzhinjerin që ka përgatitur gjëra shumë të mira gjatë këtij muaji për të rinjt dhe për ata që kanë dashur t'i blejnë ato. Dhe për një kauz shumë të bukur që ai do t'na tregojë më shumë vetë. Si t'gen, përshëndetje. Përshëndetje gjithëve. Atëherë unë bëna pjesë 2 javë shtëpisë rinore, duke përgatitur produkte të ëmbla dhe të kripura çdo ditë. Ne po i shesim për një kohë sociale që në fund shpresojmë që të mblidhen sa më shumë dhe ne do të ndihmojmë një familje në nevojë, që është një gest shumë i veçantë, besojmë, dhe mundon na me bë mirë gjatë kësaj nisve që kena marrë. Falenderojmë gjithashtu edhe Bashkinë Shkodër që na ka vënë në dispozicion një shtëpisë. Ky është viti i dytë që shtëpia është e hapur për ne. Këtu ka shumë vullnetarë të tjerë, përfshirë që merren me pjesën e pijeve, kafeve, shërbimit, duke bërë një punë shumë të bukur. Sa emocionuese është të bashkoheni për këtë kauz kaq të bukur. Të ndihmoni një familje në nevojë, një grup të rinj vullnetar, ku kohët e fundit po shikojmë që të rinjt janë larguar shumë nga pjesa e vullnetarizmit. Ne mendojmë që jemi duke bërë një punë shumë të bukur duke ndihmuar një familje në fund, duke treguar që edhe të rinjt mund të përfshihen në kauza sociale, pavarësisht se ka shumë pak të rinj që merren me pjesën e vullnetarizmit, por shpresojmë që në kohën e vazhdim të rinjt të drejtohen duke shikuar edhe këto nisma që të rinjt e Bashkisë Shkodër po bëjnë, duke na u bashkuar ata më shumë. Ne kemi rreth 50 vullnetarë që kanë ardhur, po që janë pjesë në shtëpisën rinore, dhe i falenderojmë shumë që Mund të themi pak a shumë se si ka ecur gjatë kësaj kohe? Shumë bukur, produktet tona janë shit, besoj që edhe janë pëlqy. Kena bërë një punë të mirë, gjithashtu ne kishim praninë edhe të kryebashkiakut të Bashkisë Shkodër, zotin Benit Beci. U krijua një atmosferë me muzikë, me të rinj, dhe besoj që edhe gjyshrit u kënaqën me praninë tonë, besoj. Atmosfera atë ditë ishte shumë e bukur, të gjithë bashk, me gjyshrit, me pjesën që u bashkua dhe kryebashkiaku. Sa emocionuese ishte për ty, sa komplimente more? Po, i shikum gjyshrit që po provoshin ëmbëlsirat, që po provoshin atë produktet e kripura, ishte duke shiju, duke lujt me ne, duke qeshur, u shuan edhe duke vallëzuar me të rinj. Një gjest shumë i bukur nga ana e rinjve që erdhen, ishin shumë atë ditë, që edhe nga Shkodra rinore, edhe i kaluam shumë mirë. Je gati ti të jesh pjesë sërish vullnetar i shtëpisës rinore apo i ndonjë tjetër projekti për kauza të tilla? Po, shpresojmë që po, mu mbashëm qefit që edhe shtëpia rinore u bashkua projektit tim, gjithashtu besoj Guzhinës. Besojmë që do të kemi atë tjerë, se tani unë jam edhe antar i Këshillit Vendor të Rinisë së Bashkisë Shkodër për 2 vitet e ardhshme. Besoj që do bëjmë shumë gjëra të bukura, po. Duhet më tregosh pak ëmbëlsirat që ke përgatitur gjatë këtyre ditëve. Ti the nuk ishin vetëm ëmbëlsira, i kishte edhe nga ato që ishin të kripura, por edhe produkte të kripura. Dua të di pak a shumë se çfarë ke përgatitur ti gjatë këtyre ditëve. Atëherë në ëmbëlsira nga më të ndryshme, duke vazhduar me tiramisu origjinale, me tiramisu me boronica, me çokoladën e zezë, me cheesecake me portokallë, cheesecake me pistakjo, cheesecake me biskotën Lotos, duke bërë kekra, duke bërë biskota, duke bërë le me reçel mjedret, pistakjo, Nutella dhe stika, që është një ëmbëlsirë shumë e preferuar dhe kjo. Pastaj kemi bërë dhe një ëmbëlsirë tradicionale greke, portokalopita, kemi bërë dhe ëmbëlsirën tradicionale shqiptare, shëndetlien me mjaltë dhe arra. Ka nesër mjaftueshëm, kemi bërë edhe produktet e kripura, mini pizza, samuna me prosciutto, me salcice, tosta, hamburgera, me qofte edhe të mishin e viçit edhe me perime. Duke i përfshirë po.
Pëlqejnë edhe mund t'jenë më të që mund të shiten. Mund t'jenë më afër. Po. Cila nga këto është preferuar më shumë? Besojmë se hamburgeri me qoftën e viçit dhe roleja me reçelin e mjedis dhe pistakjo, nutella dhe stika. Pra, kanë dominuar edhe ato të kripura, edhe ato... Po. Edhe ato të mula. Ti sa je lodhur nga kjo pjesë? Ke thënë ndonjë moment që u lodha, pse mora pjesë, apo ka qenë gjithmonë një kënaqësi? Lodhe, mund të ketë pak lodhe, por gjithmonë është një kënaqësi, se kur e bën edhe me pasian, nuk lodhesh asnjëherë. Pra është diçka që është bërë me zemër, qoftë edhe për kauzën që është, apo jo? Për kauzën po, por edhe për të treguar edhe pak më shumë se çfarë unë bëj, edhe për të treguar edhe projektin tim. Njifesh më shumë tashmë? Unë kam dëgjuar që emri jotë është përmendur, që bën ëmbëlsira të mira sepse i kemi provuar tek shtëpiza rinore. Po, shpresojmë që po, mundohem me bë më të mirën temën, edhe besoj që Sa mendon se ka shërbyer? besoj se shumë, duke u njohur ndoshta më shumë, duke marrë përgjegjësi, edhe të reja normalisht kur njihesh më shumë do të më bëjë mësinë më të mira që njerëzit edhe më pëlqejnë. Besoj se ka vlerë shumë mirë. Të ndihmon edhe për shkollën, pjesa e aktivizimit në shtëpizën rinore? Po, në fakt më ndihmon edhe për shkollën, por më shumë më ka ndihmuar edhe shkolla mua, sepse unë këtu nuk mund të la pa përmend edhe shkollën Hamdi Bushati, që edhe më ka dhënë një prioritet shumë të madh. Edhe mësuesit sa mbështetës kishin? Mësuesit janë shumë mbështetës gjithmonë. Ka mësuesit e shkollës Hamdi Bushati janë mësues shumë të mirë që qëndrojnë shumë afër nxënësve, si mësuesit e praktikave, duke qëndruar sa më afër për nevojat e tyre dhe çfarë ata kërkojnë, duke u përshtatur çdo kërkesë. Pra edhe shkolla është një mbështetje, por është edhe një plus për ty, pjesëmarrja jote, aktivizimi yt në shtëpizën rinore. Po, është Është gjithmonë një plus. po, është gjithmonë një plus. Të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë intervistë kaq të veçantë dhe faleminderit që bashkoheni dhe jeni një rini kaq e mirë. Ju falenderoj ju për intervistën edhe për kohën. Faleminderit. Dua të përmend dhe dua të falenderoj Mrizin e Zonave që ka kontribu për produktet të shtëpisë rinore. Dua të falenderoj edhe bizneset e tjera për tavolinat, për ekspresin, duke bërë të mundur që këtu të kesim një shumëllojshmëri produktesh edhe që ne ti kemi për të shitur, edhe për të mbledhur të ardhura për familjet me nevojë. Dhe të falenderojmë pa harruar Bashkinë Shkodër që e ka organizuar ndoshta dhe ju ka dhënë mundësinë e hapësirën për të krijuar një shtëpisë rinore, apo jo? Po, edhe Bashkinë e falenderojmë shumë që na dha hapësirën, sepse po mos të ishte shtëpia rinore, atëherë ne nuk do të ishim këtu për këtë kohë sociale. Faleminderit. Tashmë në një bisedë kaq të ngrohtë tek shtëpia rinore, un kam Amlën. Ajo është një këngëtare e mrekullueshme, një artiste e vogël, por me një të ardhmë shumë të ndritur. Un jam shumë e bindur për këtë. Amla, përshëndetje e dashur. Përshëndetje. Faleminderit që je në këtë intervistë me mua. Dua të ndajmë pak së bashku emocionet. Si është të këndosh në sheshin para bashkisë Amla dhe të këndosh tek shtëpia rinore? Atëherë është një kënaqësi shumë e madhe për mua që me kënu me tanë të rritë e Shkodrës, me ata që në të ardhmen kanë me na përfaqësu gjithkund. Për herë të parë kam marrë pjesë me datën 8, që ka qenë dita e rinisë, që isha tek bashkia, ku ishin tanë të rritë me këngë nga më të ndryshmet, unë fakt përzgjolla një këngë rock, Cinema by Damiano David, edhe besoj se e kam realizuar mrekullueshëm. Emocionet janë të pafundme, sepse ke një publik që pret që ti me tregu gjithçka, t'japsh maksimumin. Sër përket të shtëpisë rinore, është hera parë në fakt që unë kënej mund të thojmë këtu në shesh në qenër, përballë një shtëpisë rinore, që kam 6 këngë rresht dhe shpresoj që t'ja del mrekullueshëm sepse kam shumë emocione. Je shumë emocionuar, pra po unë me bindur që ti doja dalësh më së miri dhe kjo është shumë e qartë. Publiku si të priti me 8 dhjetor? Ishte një publik që ju duartrukiti pafund dhe ju mbështeti pafund sepse ju të rinjt më shumë se askush e meritoni këtë mbështetje dhe këtë duartrukitje. Ti si u ndjeve? Mund të them që
Kur futa në skenë, në fakt nuk menova nuk menova për asgjë tjetër, vetëm që me dalë sa më bukur edhe me përfaqësu vedin, me i tregu botës që unë munem, në disa lloje kategorish këngë, si rock, balada etj. Dhe mendoj edhe besoj që janë prit shumë mirë, kishte shumë duartrokitje, emocione pafund, dhe ja. Si ishte viti 2025 për ty? Një vit plot aventura, më thonë. Mund fillojmë tek aktivitetet, po fillojmë në fillim krejt. Atyre i marrim me rrallë. Për vitin 2025, unë kam marrë pjesë në X Factor Kids, ku janë prit shumë mirë për njërie, për një publiku të mrekullueshëm që mbështet në çdo kompeticion temin, edhe në çdo gjë. Në X Factor Kids, unë arrita deri te vilat dhe kam kënu këngë të shtira, më thonë, si mund t'ishte pjesa Anastasias ose Mama Knows Best JCG, e cila është një bombë, një prallë në vedi. Dhe ka marrë shumë komente pozitive, shumë mbështetje nga gjithë, edhe gjithmonë çdo kompeticion që dal pritet mirë, dhe kjo është një shenjë shumë e mirë për të ardhmen teme. Në vitin 2025 kam marrë pjesë në për koncerte, më thojmë që i kam bërë me Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, që si ndahen masiherë. Në shumë mirë, po, në një mbështetje shumë e madhe për ju Qendra Kulturore. Unë fakt, përveç X Factory që po e përmbledhin vitin 2025, unë vitin 2024 kam marrë pjesë edhe në kompeticionin Albania's Got Talent, që shkova deri në gjysmë finale, edhe ishte një prallë ku jurit më pritën shumë mirë, më thonin që ti e një paketë. Diçka që do me thonë shumë për mu, që më ndihmon që unë me vazhdu përpara edhe mos mu nal kurrë. Ti ke ëndër të bëhesh një këngëtare, një artiste e madhe që do shkëlqesh në skena botërore, unë jam e sigurt për këtë. Si do ta mbash mend ti publikun e Shkodrës dhe Shkodrën që të ka arritur? Atëherë, përveç këngëtare, jam edhe aktore. Edhe aktore. Jam edhe aktore, merrem edhe në fushën e aktrimit, gjatë që t'nimon shumë edhe në fushën e artit. Një artiste e kompletuar. Faleminderit. Mendon që Shkodra ka ndikuar te karriera jote? Po sigurisht që ka ndiku, se këtu kam hell hapet e parë unë si fëmijë. Hapi im i parë në fushën e artit ka qenë vetëm moshën 4 vjeçare, ku kam pas një publik 300 veta adin, edhe jam prit super mirë, gjë që më ka dhënë motivim që unë me vazhdu përpara dhe mos më nal asnjëherë. Edhe nëse në të ardhmen shpresoj edhe besoj që do të shkoj, mund të them, një vend tjetër më të mirë që t'jep pak më tepër aktivitete e gjana. Por asnjëherë do të harroj publikun, vendin tem, Shkodrën. Pra ti ke dëshirë një të ardhme larg Shkodrës dhe jashtë këtij vendi. Mund të Se kjo zgjedhje ndoshta? Shiko, që me përhap pak, mund të thëmë, me përhap ma tepër degët e Shkodrës, artistat në vendet ndryshëm, edhe pse jo, si janë t'i fitu në Shkodran në Tiranë, pse jo mos me fitu një vend tjetër, edhe me përhap degët tona. Edhe jo vetëm, po Elhaida Dani ka fituar edhe në Itali. Yes. Ndoshta e tillë do t'jesh dhe ti dhe unë jam e bindur që do t'jesh e tillë. Shpresoj. Çfarë këngësh do të këndosh sonte? Mund na i përshkruash pak, cila është më e vështira, cilën e ke pak më me stres, cilën e ke më me dëshirë? Me stres mund thoja, nuk ka se kam shumë me stres, sepse unë të në qanë kam marrë më knaq, me këtu për qefin tem, edhe Titana. Këngë që kam përgjellë për sot janë disa rryma të ndryshme, si mund të filloj me këngë të më të leta, asnjëra këngë s'është e lehtë, po mund të thojmë, fillojmë me këngë të leta, zbalohen, derisa shkojmë tek bomba që ja kënga e funit krejt. Cila është ajo? Kënga e funit krejt është një këngë që unë klova në X Factor, Mama Knows Best JCG. Mund na këndosh pak për ne? Është e pamundur? Nuk kemi ngrohur zërin? Jo, është e mundur. Thjesht është një këngë shumë e fortë. Atëherë. Mama knows best when times get hard, and Papa always has a joke to make me laugh. Mama knows best when I feel down, to
to bring me up and always keep my feet on the solid ground. Je një talent i lindur, dhe unë jam e bindur për këtë. Të heqësh dhe pak emocionet ndoshta. Po. Dua të bëj dhe një pyetje tjetër. Cila është mbështetja jote më e madhe? Besoj që kjo është një pyetje që ashtu shumë e thjeshtë më përgjigj. Mami. 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 Dhe ne e përshëndesim dhe e duam shumë mamin. Mami është vetë artiste, mami kënon aktron këtë scenë dhe besoj që është menaxherja jeme në çdo lloj veni, në çdo lloj kompeticioni, është gjithmonë aty, me një përqafim, me një fjalë të mirë, me gjithçka të mundshme që mu me mik ato emocionet dhe me dalë aty në skenë. Qoftë edhe me sy që të ndjekëm ndoshta. Yes. Edhe gjithkund që shkoj, nuk ka kur kënon ti duhet me pa gjithçka, duhet me pa publikun, me bë kontakt me tetan. Po në fakt edhe e baje, a din po gjithmonë kur mami janë ty thjesht do shikoj mamin me pa pak ato reagimet. Unë e kuptoj me sy. Nëse e zojmë ka ik një notë, e shoh në sy dhe them, okay, e kam bëj këtë, do ta gadis. Do ta rregulloj. Gjithmonë është me një mua aty. Sa bukur. Faleminderit shumë e dashur dhe shumë suksese në të ardhmen tënde. Faleminderit shumë ty.